Djemtë e Fight Club 07 kanë shënuar paraqitje të suksesshme në garën ndërkombëtare Tap Me If You Can, e cila u mbajt këtë fundjavë në Hanover të Gjermanisë. Klubi mori pjesë me 4 garues dhe u rikthye me 2 medalje të rëndësishme. Gembjuniku u shpall kampion në kategorinë minus 85 kg Purple Belt, pasi regjistroi 3 fitore bindëse. Këtë herë kena arritë si klub sukses, jena shku 4 garues në Gjermani, në Hanover, në Tap Me If You Can. Paraqitja u e mirë, gara ka shku mirë, prum medalje, perfekt u këtë javë besoj që vazhdojmë prapë. 4 garues në konë, të përfshi veten. Juniku tha se ekipi tashmë ka filluar përgatitjet për sfidën e radhës që i pret javën tjetër në Podgoricë. Podgoricë është kjo ADCC Montenegro, është interesant, i kom disa garues që janë për herë të parë. Besoj që kanë me dalë mirë, javën e kaluar me raport që i qova 3 garues në Gjermani. Shumë mirë dulen, njëri duli dyti, 2 tjerë metën pa plasman, paraqitja ka shumë e mirë, gjithçka ka qenë perfekt. Në garat që u zhvilluan në Suedi dhe Gjermani, Rizkaci arriti vendin e dytë në kategorinë minus 82 kg White Belt me 3 fitore dhe një humbje në fazën Overtime Fastest Escape, ndërkohë Aurel Pajaziti dhe Elton Shyti, megjithëse patën paraqitje të mira, nuk arritën të sigurojnë medalje këtë herë.